Afër meje këtu është edhe trajneri i Borës, Lori Klokoqi. Trajner, fillimisht dua t'ju përgëzoj për lojën. Me të vërtetë treguat një fytyrë plotësisht ndryshe për dallim me dy ndeshjet e para nga ajo çka kemi parë, shumë më energjike skuadra dhe shumë më të motivuar për lojë ku ishte Chelsea, pavarësisht humbjes. Po menoj që këto 30 kiram që i kom pas stërvitje, jo më nuk pak me ndryshu sistemin e mbrojtjes cilin na e kena bon të kalumën, menoj që ka dalë me sukses, pavarësisht se dhe trajneri mi që ka bu një punë shumë të mirë, edhe puna e tina kjo lojë normal që e kallëzum sot, po menoj që djemt edhe paka shumë kanë tregu se të energji tjetër, edhe kanë tregu një lojë kolektive shumë më të mirë se lojët e kalume. Trajner, cilat ishin ato pika që ndoshta ju s'keni qenë të kënaqur sot në këtë përballje? Me thonë drejtën, mbrojtja 96 pikë, normal që asnjë trajner s'morët me honi kënaqën, po kundër një ekipe si Peja pritet edhe me marrë shumë pikë, këta po kallëzojnë shumë lojë të mirë edhe është diçka reale, fati sportiv në fund na përcjelli, çfarë më bëj. Trajner, me të vërtet keni bërë punë të mirë, por si do të qëndron tani në vazhdim, a do të vazhdoni ju të mbetuni trajner i Borës apo do të ketë ardhje të re? Nuk e di, do na me diskutu me klubin edhe me po se si po shkojnë gjanat. Faleminderit shumë, ju urojmë sukses në vazhdim. Për pak çasti do të jemi edhe me kryetrajnerin e skuadrës së Pejes.